podcastit Muhabet e Kulture dhe ndjekës të portalit Almak Press. Sot me mua është ikona e teatrit dhe kinematografisë shqiptare, Drita Kava Karaga. Mirë se më erdhe. Mirë se vëgjeta, Valmir. Dritë, nga vallja në teatr, si studentje parë e Universitetit të Tetovës, gjithësisht Fakultetit të Artit Dramatik. Në fjalë do kisha thonë jo të shkurta, por kuptim plota mundësisht, na shpjegoni rrugtimin tuaj fisnik deri në ditën e sotme në një përshkrim, do kisha thonë fisnik si e thash më herët. Valmir, dhe nga vallja si fillim apo? Po. E mora shkak pjesën tuaj në rinin tuaj që keni qenë pjesë e shoqërisë kulturore artistike Shpresa. Po, gjithmonë e kam kënaqësi dhe përmend. Shoqëria Shpresa Ensemble është një shoqëri që ka punuar me kompozitorë të mëdhenj, me koreograf dhe me njerëz kryesisht veleshtar që e duan artin, kanë ruajtur traditën, njerëz që deri në vetë mohim kanë kontribuar për shoqërinë, duke mbajt gjallë këngën dhe vallën shqipe. Unë që në klasë 3 fillore kam qenë pjesë e korit të shkollës. Kemi patur mësuese shumë të mirë të muzikës, që na ka mbjell dashurinë për artin, edhe mësuesi im i fillores, Selami Vinca, vazhdimisht na recitonte. Na mësonte këngët për këngë shumë të bukura për fëmijë. Pastaj të arrinje deri t'jesh valltare e shoqërisë Shpresa ishte një arritje. Kemi punuar me koreografin Avnin Dreun, edhe përparim Tomçini, kompozitor. Edhe gjitha ajo rini e veleshtës, gjitha i entuziazëm, provat, koncertet, një periudhë shumë e bukur që të mba fort lidhur me vendlindjen. Pastaj bëm një shfaqje në Velesht, Satana vdes në muzikë. Një shfaqje shumë e bukur, fliste për djemtë e Veleshtës të burgosur në demonstratat e 81-shës. Që ishin Garib Kaba, Gzim Kalesi, Tajrani. Ata ishin personazhet. Dhe aty bëm një shfaqje që prej aty fillun të mendojmë që duhet bëhet në struk, që të mlidhen gjitha shoqëritë kulturore artistike, njerëzit që donin artin, për të bërë një teatr në qytet të Strugës. Një teatr që as sot e kësaj dite nuk është. Në një pallat kulture të ftohtë, që është më shumë sallë kinemaje se pallat kulture. Mirë po kemi punuar me shumë dashuri, me shumë artistë të mëdhenj. Gjithmonë me krenari përmend Serafin Fangon, një ndër shtyllat e artit shqiptar, me tekstet Fadil Krajës. Kemi punuar 3 projekte me Serafimin. Si shfaqjet parë patëm zgjedh fillimisht para se të krijonim teatrin Sofra. Se me kalimin e kohës pastaj vendosëm që do krijojmë teatrin tonë. Bëm shfaqjen që ne e vum pothuajse njëjtë si Trupa e Fierit, Dy Krisma në Paris. Edhe me Muhamet e kishte emrin regjizori. Por bëm një shfaqje shumë të bukur, edhe unë me idenë që nëse mbahet në Velesht, bëjmë një shfaqje tjetër, unë do largohem. Edhe në atë kohë kam marrë narratorin, që të mund të largohem shpejt. Po, pas asaj, unë ndërkohë kisha kryer
shkollën e mesme 2 vite në Prishtinë, pastaj 2 vite në Prizren, shkollën e lartë gjuhës shqipe. Mirë po gjithmonë profesorët më thonin ti duhet mësim dhënësit kryesisht ti për aktore duhet studiosh. Edhe fati i një madh u hap dega në Universitetin e Tetovës dhe aty vendosëm Serafin Fanko thoshte që duhet shkollohesh se amatorët janë si limoni. Mund të shtrydhen edhe nuk din të mbushen prap me lëng. Duhet punosh po me atë dashurinë amatorit, por me profesionalizëm. Dhe deshi fati që ta dëgjoj Zoti. Fillimet këtu në Tetov kanë qenë të mrekullueshme, është një nostalgji. Aty në Reqic sa shumë u lidhëm me njerëzit ku banonim, me shtëpit ku mësonim të krijuara në studio të improvizuara. Mirë po, kishte shumë dashuri dhe shumë punë dhe kënaqësia jonë që studionim në gjuhën cilën flasim dhe mendojmë gjuhën tonë. Gjuhën shqipe ishte edhe prindërit tanë, kryesisht ata se ndoshta i riu si veriu, po prindrit e të gjithë studentëve që kanë studiuar në Universitetin e Tetovës në atë kohë janë heronj. Nuk të ndërpreva, pasi që si punë remishense. Dhe u kënaqa personalisht duke dëgju për mënyrën se si e përshkruan, ndaj thash, më bëj përshkrimi pasi që edhe unë paka shumë asaj rruge kam shkuar. Dhe e lash këtë si një lloj homash për gjeneratet e reja të cilët tash janë duken absurditete këto punë, shkollimi ynë i ndaluar, tentimi ynë për të bërë diçka më shumë kontekst kombëtar, ku kulturën, zhvillimin kulturor kemi lidh shumë ngushtë me proceset patriotike, duke kisha thënë edhe evoluimin si shqiptar që kemi bërë si shoqëri në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dihet mirëfilli kur deri para 25 viteve shembull kemi pas të ndaluar të futemi në institucione, të mbajmë shfaqje, kemi mbajtur pra në mënyrë klandestine, do kisha thënë kështu. Dhe sot jemi si shqiptar pra me institucionet tona, më veç të etabluar pra me teatro, Pallati i Kulturës, edhe Galeri Artësh, por edhe gjithësisht 3 universitete të cilët po prodhojnë kuadro shumë cilësor. Gruaja mes traditës dhe modernitetit. Ju keni luajtur në shfaqje të mëdha. Keni luajtur role të mëdha, keni luajtur në filma, jeni fituesja e shumë çmimeve. Më tregoni, ky rrugtim, a i ka ngjarë rrugtimit të shqiptarëve, gjithsesi gruaja e shqiptarëve është të stigmatizuar në procese sipër, apo kanë ecur si dy binar pra paralelisht edhe zhvillimi kulturor i shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut i ka paraprit pra në mënyrë krahasimore edhe zhvillimi i gruas shqiptare, edhe mos të stigmatizimi, edhe mos krijimi i kallëpëve të trajtimit të gruas shqiptare në proces. Sigurisht, shkolla është ajo që t'i hap syt. Edhe me hapjen e universitetit, edhe shkollimin, do me thënë, kur u hap universiteti këtu, filluan të hapen edhe mendimet e njerëzve, gratë krijojnë guxim, të kenë guxim ta thonë ato që mendojnë. Edhe mendoj që e parë është shkolla. Aty krijon vetbesimin, krijon pavarësinë e mendimit, pavarësinë ekonomike, që të mund të flasësh atë që mendon. Edhe mendoj që sigur jo vetëm gratë, po edhe gjithë popullata, do të thënë, mund të jenë atë shmendja hapur sa vite e kanë universitetin. Eksaktësisht. Edhe dhe pra jemi të një mendimi që hapja e universiteteve, zhvillimi kulturor pra e ka ndihmuar edhe në kontekst të emancipimit të gruas shqiptare, por edhe të largimit të asaj çfarë në një shoqëri patriarkale si e jona ka pas pra dyshimet rreth asaj. Unë kur ishim drejtori i teatrit, më kujtohet që kemi pas shumë problem për
gjetjen e kuadrove femra aktore për t'i angazhuar në shfaqje, pasi ato pak që ishin ndonjëherë edhe nuk pranonin role të caktuara, shkaku i opinionit publik që mund të krijosh edhe kritikës. Ju gjatë karrierës tuaj jeni përballur me kësaj sfidash, kur shkaku por mos të krijuar një përplasje me opinionin gjithsesi duke u ruajtur nga kritikat që mund të vinin nga një shoqëri, do ta pranojmë që ka qenë goxha e mbyllur. Keni hasur në kësaj vështirësi gjatë karrierës tuaj? Me të thënë drejtën, jo, gjithmonë kam patur guximin për ta shpreh veten. Nuk personalisht nuk unë bëj punën time dhe nuk mendoj që si mund mirë, po paraprakisht unë veti domethënë e di çka unë ndjej, çka duhet bëj, edhe po jo që t'jem ruajtur nga opinioni publik, apo unë kam rastin kur kam ardhur në Tetov, u hap, po në atë kohë ishin ndarë mbase televizionet e ishte televizioni Koha. Unë mora një emision të drejt për drejt. Dhe gjithë e kishin ndrojen që mos njerëzit do më fynë drejt për drejt, se ishin telefonata, mos. Unë kisha një vetbesim të mjaftueshëm për të menduar që emisionin unë e kam dorë. Edhe i pata thënë drejtorit që unë mund ta mbyll telefonatën edhe e bëj horat. Kisha guximin e mirë, po realisht kur nuk ka ndodhur asnjë fyrje. Nga gjithë shikues, teleshikues, ka marrë vetëm lëvdata, fjalë të mira, rrisha me orë të tëra me vajzat, pas emisionin telefon, që flisni me më kërkonin mendim, edhe kam ndjerë një kënaqësi jashtëzakonisht madhe. Jemi tek filmi. Çfarë ju ripërshtatje më shumë? Një rol mirë i ekzekutuar në teatr apo një rol mirë i ekzekutuar në film? Në kontekst e kam pyetjen, cili krijon më shumë impakt në shoqëri? Sigurisht që teatri është. Do thonë teatrin nuk e jepni. Jo, teatri është dashuri e madhe, aty e shprehin veten, aty ndjejmë frymarrjen e publikut, aty ndjejmë është diçka që ndodh këtu edhe tani, edhe është. Dhe që nuk përsëritet. Mendoj, përsëritet me provat, por jo emocion. Eksakt. Çdo shfaqje që luhet ndryshe, prova gjithmonë janë ndryshe, është gjithmonë energji, është gjithmonë jenë kërkim, gjithmonë është aty e shprehin veten më së miri. Edhe teatri nuk krahasohet. Është e vetmja mundësi që inteligjenca artificiale asgjë nuk e mund. Shpresojmë që mos futun do ty. Jo, nuk ka mundësi që të krijoj aktorin në skenë dhe publikun. Emocionin nuk e krijon dot. Jo. Mirë, po edhe filmi ka, me filmin merr më shumë popularitet. Ai nuk vdes, është një herë edhe përgjithmonë, se teatri lindë e vdes aty, pas çdo shfaqje. Kështu që me film le gjurë më shumë, me teatr merr më shumë dashuri. Eksaktësisht, mirë përshkruar. Kur jemi tek dallimi tek në realitet rolin e fundit e keni keq u shpreha rolin e fundit, pra më të ri, rolin më të ri, po. E keni tek filmi Man of the House, Burri i shtëpisë. Në vija të shkurta, mund sinopsisin e filmit na shpjegoni për çfarë u bën të fjalë? Aty roli Bartës është roli Franit, të cilin e luaj unë. Po Frani nuk është një burnesh tradicionale. Është një vajzë e cila është detyruar të vishet në petkun e burrit për t'i shpëtuar një martese
me një njeri të fortë, me një njeri të pushtetshëm. Kjo ka qenë në moshën 13 vjeçe, ndërkohë që kjo ka një vlla, i cili është në mërgim. Frani kujdeset për mbesën, për vajzën e vllaut, cilën i ka ndru jetë nëna, edhe kujdeset për babain e saj. Frani bën gjitha punët, punon si shofer furgoni, por mirret me kopshtari, kur e do puna punon edhe hamall. Do të thënë bën të gjitha punët që mund të bëjë një burr. Që duhet të presupozohet se duhet të bëjë një burr. Kështu që roli i Franit është një... Unë fillimisht kur më ofroi regjizori, e mendova që do ishte një burnesh tradicionale. Thash po, unë njoh shumë gra burnesha, unë jam bez drenice, jam vajzë veleshte. Kam njohur në jetën time shumë gra të forta, gra dinjitetshme. Që kanë dalë më burra se burrat. Mund ta themi pa hezitim. Edhe e di, do me thënë atë lëmshin që ato din të mbajnë në gjoks edhe më se japin vetën. Pëlqen gjithmonë, më kam pëlqyer, do me thënë, apo prej gjysheve të mia, qoftë kësaj drenicës, apo kësaj velesht. I kam parë në situata që sjelljeta që mund t'jenë në gjysh, ka humbur fëmijët në gjyshja në Drenicë, edhe dhimbja e mbajtur me dinjitet prej saj, apo burgose fëmijëve të gjyshes, babi Axha, si ajo e mbante me dinjitet dhimbjen. Më thënë, apo gra tona përgjithsisht, mendoj që gratë shqiptare janë gra që... Trimresha që din të ruajnë, kanë fisnikri, din të ruajnë dhimbjen. Edhe, mirë po emocionet janë ato që... që bëjnë madhështina asaj. Edhe... Në këtë aspekt, ky film e plotësoi figurën e gruas shqiptare? Jo, ky është një film social, jeta e një femre, e cila detyrohet përballet me rrethanat jetës. Edhe këtu është më shumë se si kjo një femër që nuk ka lindur fëmijë, se deri ku mund të arrijë për të edukuar një fëmijë tjetër, një vajzë tjetër. Shpesh mendojmë që dhuna mund të jetë mjet për të eduku, që nuk është as pak. Kjo e sjell, vjen gati sa nuk ndodh tragjedi për jashtëpërsisë Franit. Dhe në momentin kur lëndohet mbesa, te Frani mbisundojnë ndjenjat e femrës. Linda mësia dhe mshuria. Dhe aty kjo, në më thënë, është thymja, është më shumë një problematik sociale. Por e treguar nga një derivat i një tradite të shqiptare të cilët edhe, si që e cekëm më herët, pra është provuar. Po, se kishte pas dallim, do me thënë, unë njoha një burnesh të ngjajshme si Frani. Emri saj ishte i vërtet Diana, edhe luan edhe ajo, kemi bashkë 2 skena në film, luan rolin e Shkurtanit. Edhe Diana ishte një ndër ato burnesha. Pra ngjarja realisht realizohet në bazë të një storie cila ka ndodhur më herët. Ngjarje të vërtetë, kështu thonë. Mund të jetë e vërtet, atë di skenaristi, edhe regjizori, mbase unë atë, në më thënë sa i përket personazhit tim, unë atë e kam studiuar në detalje dhe e kam punuar për të mund për t'i dhënë jetë
një lloj figure, domethënë një personazhi që realisht ka plot të tillë. Jashta temës. Si e kam Adem Karaga? Adem Karaga, mbret. Mbret. Shfrytëzoj rastin që ta përshëndesim publikisht, pra për publikun, unë Ademi kemi qenë miq që nga koha e luftës 2001-shit, kemi qenë bashkëluftar dhe realisht jemi rrit, kemi ndihmuar rritjen e njëri tjetrit në kontekst të asaj kur kemi pas nevojë për një mik të mirë. Si është jeta e dy aktorëve, dy bashortëve të cilët kanë të njëjtin profesion? Ka konflikte, ka kritika, ka harmoni, si mund ne përshkruani për publikun? Shembull, unë jam artist, ndërsa nusja ime është motër medicinale dhe i kemi ato përplasjet rreth botës së artit, rreth kontekstit të shkencës në aspekt medicinal. Por kur pra bashkëjetojnë dy artistë, si është ajo jetë? Fati i madh është që unë Ademin e kam patur dhe shumë mik gjatë studimeve. Dhe ka qenë një ndër shokët e mi më të mirë, shok realisht, mik. Edhe kemi ditë gjithmonë të jemi partner të mirë në skenë, të jemi miq privat. Dhe akoma më shumë, domethënë, u lidhëm për të qenë partner të jetës, tani prindër të dy fëmijëve. Mendoj që unë gjithmonë kam nevojë për përkrahjen e Ademit, edhe ai për timen. Ne kuptojmë peshën, rëndësinë, mundimet e një aktori, qoftë gjatë një procesi pune, qoftë gjatë repriza e gjitha ballafaqimet që mund të ketë një aktor, ndërkohë që ndërton një karakter të një personazhi që duhet, domethënë, ne nuk kemi nevojë të flasim për atë. Pasi e dini procesin. Po, e dim sa e vështirë është. Dhe në mënyrë direkte apo indirekte, i japim ndihmë njëri tjetrit. A ndodhen, më falë që të ndërpres, a ndodhen ndonjëherë që karakterin e shfaqjes teatrore të çonin në shtëpi? Kushtimisht mos dilni nga roli. Se Deni Luis pra qëndron në rol gjatë gjithë procesit, siç kam dëgjuar dhe lexuar për atë, pra është një aktor metodik si thon. Të ju nuk ndodhen pra, jo kështu që. Jo, ne për gjitha roleve japim e marrim nga pak. Detyrimisht. Mirë, po personazhi mbetet atje në skenë. Në shtëpia, në raporte, ne vazhdojmë flasim për ato, është pjesë e procesit. Është e çuditshme që ne s'pushojmë kurrë duke folur për teatr, për role, domethënë, këto janë temat që se si ne përjetojmë një shfaqje kur shohim bashkë, që si spektator, apo një film, mënyra si ne ndajmë ndjesitë me njëri tjetrin, çfarë na bëri përshtypje, çfarë gëzimi jonë kur shohim diçka të bukur, se si dim të kënaqemi me punën e kolegëve. Mu era, vajza ime ma ka ndaluar në film të komentoj filmat në kontekst të marketingut. Si profesor i dizajnit, pra deformim profesional, unë çdo herë në film kur shkojmë shohim me erë, dhe jemi kështu film pa. Të bab të lutem mos. Se shembull në moment që xhaketën e lëvizën, unë e kuptoj që po e reklamon xhaketën, e kupton? Edhe bëj kritikat. Pra edhe ju e keni atë problematikën e perceptimit dhe përthithjes së një shfaqje si ne nuk flasim gjatë shfaqjes, ne flasim normal, po pas shfaqjes. Mbasi kryet. Po do të them që se herë shohim një sy kritik cilën njerëzit e rëndon, pra cilët shkojnë të shijojnë një shfaqje dhe një film nuk e konceptojnë në atë formë, pra nuk hekin në një farë formë, nuk. Atë ne nuk e dim se mund të ketë kritik akoma më të mirë se ne. Jo, i thash, jo që ne kritikat e mira dhe të këqija, po. Po, deformim profesional. Deformim profesional, po shumë. Po mendoj që jo, kur sheh një shfaqje të bukur apo një film bukur, është një farë entuziazmi, një kënaqësi, një që të shton dashurin për punën, edhe t'jep motiv. T'jep motiv, sigurisht. Jemi ka fundi. Kemi një pyetje për fund që
realisht edhe pse nuk i pranojmë si të tilla, por çmimet janë pjesë e jetës tonë artistike. Na bëhet qefi kur i marrim, na prishet qefi kur nuk i marrim, kur nominohemi, kur nuk nominohemi, mirë po, për ju, është esenciale marrja e çmimeve, ose... Ata them drejtën diçka kur jemi te çmimet, që për mu gjithmonë kam problem. Nuk gjithmonë kur janë dy artistë, më ka rënë shpesh të jem edhe njëri. Janë disa artistë dhe ti për njërin duhet vendosësh. Është çështje subjektive. Po, megjithatë janë ca kritere me të cilët... Okej, po përveç kritereve, unë mendoj që në fund ditës prapë është çështje pëlqyeshmërie. Po, megjithatë duhet një arsyetim pse ky apo pse ai. Gjithmonë ka, janë ca rregullat pa shkruar apo mirë, po personalisht sa më përket. Unë në një festival në Korçë, festival ndërkombëtar i komedisë. Jo i komedisë, ka qenë më herët se sa të bëj Kokofesti. Edhe me teatrin të Komësive atëherë, ose ishte bërë teatr kombëtar, se shfaqja monodrama Bardha e Recep Qosës, që ishte një mësuese që shet libra në pazar, edhe tregon se ishte, e dim ne kur ka qenë periudhë që gjithë mësuesit që për informatë të shikuesve edhe ju e keni luajtur si monodram? Po për këtë monodram flas. Edhe domethënë punoja kuklla në pazar edhe i shes edhe flas, publiku ishin njerëzit që vinin të blinin, e tregonte historinë për nxënësit e shpërndar, për djalin burg, për burrin burg, vështirësitë e një nane shqiptare. Edhe me atë shfaqje unë mora çmim si aktoria më e mirë. Edhe harrova ta marra çmim, Gjesin e kam pas të vogël. U kujtova mbas disa vitesh, bile profesori Ahmet Jakupi më thote, çmimin e la në Korçë, më është lajmëru Dhimitër Orgocka. Vish ta marrish, kur nuk shkova ta marra çmim. Mbeti çmimi në Korçë. Edhe fatkeqësisht Dhimitër Orgocka ka ndru jetë. Edhe nëse më duhet si dëshmi, nuk e kam. Edhe jam kujtuar vonë për këta. Edhe pse ka qenë një juri ndërkombëtare, që ka nënshkruar, domethënë nuk ishte diçka shumë... Që të krijoj përshtypje, mendoj. Nuk ishte diçka e thjeshtë që ta kem si dokument do më bënte mirë. Po ja që, dua të them, nuk është se çmimet më bëjnë. Bëjnë përshtypje. Pjesë e procesit, do kisha thonë, e asaj që vlerësimit. Se është mirë kur vlerësohesh. Po, mirë është kur vlerësohesh. Por mendoj që ndonjëherë duke tentu që të besoj që në fund arti ka ardhur më deri te komercializimi i tepërt. Edhe shkaku i arritjeve teknologjike dhe më herët ishin disa gjëra në thojza më të shenjta. Tash si duket kemi ndryshu percepcionin dhe busullën për estetikën. Për fund, çuni juaj, Gjesi siç e thatë, ndjek ka kry regjin, Orgesi, është paraqit me shfaqje? Orgesi diplomoi për regji te profesor Qëndrim Mariani këtu në Universitetin e Tetovës. Me shfaqjen e kuqe, një shfaqje e mrekullueshme. Ka bërë edhe një shfaqje në Pogrades. Tani për tani... A ndjeheni e plotësuar kur e shihni Orgesin që ndjek rrugën e prindërve të vet në kontekst asaj që është fut në regji dhe ndoshta do ketë edhe mundësinë që bashkë me ju të bëjë një shfaqje. A është ëndër që pritni të realizohet? Unë që Orgesi ndihet i Orgesi ka lind mes shkrismave të luftës, e di unë. Atë do thosha kur përmendet Micin me Ademin, se ti je i pari që ta kam dhënë lajmin. Po, ashtu ka qenë. E di që prej spitali jam lajmëru,
E kishme një telefon të përbashkët më adhemi gjatë luftës dhe herë mbante ai telefoni, herë une dhe kujtohet kur ke thonë demo të kam lind djalë. Dhe ende do të thonë kështu është si vat në besh ajo fjalë. Pastaj thash tregoj Ademit. Po. Kjo ishte është edhe Kleja që është nxënëse në shkollën e mesme të muzikës në vit parë. Për fëmijët e mi edhe për gjithë fëmijët tjerë dëshiroj që të ndihen të plotësuar edhe të kënaqur me punën që bëjnë, me profesionin që zgjedhin, se mendoj që një profesion, një punë që ata zgjedhin të bëjnë, ju jep kënaqësi edhe nuk ju jep lodhje. Si është e thënia, puno çfarë dëshiron dhe nuk e puno asnjëherë në jetë. Po, sigurisht është. Ashtu si e ndjej unë profesionin tim, që ne bëjmë punën tonë me pasion, unë nuk lodhem kurrë, as prej provave, as prej pritjeve në xhirime, nuk ndjej gjithmonë entuziazëm për punën që ta bëj. Edhe mu kur më pyesin, thon, a je lodh sot duke pikturuar ose duke bërë dizajn ose duke dhënë ligjëratë, thënë, është pasioni i jetës, si përkundrazi, unë aty pushoj. Më shumë më lodhin kështu sorollati të nalte poshtë për institucione se sa që kur ulem me punoj diçka tjetër. Dritë ashtu siç thash në fillim, ky është një format podcasti kur bëjmë shlirë muhabet të ndjerë për karrierat tona në kontekst të artit, të kulturës. Ju vërtet jeni ikona e artit shqiptar. Faleminderit shumë. Shpresoj që fëmijët e juaj, fëmijët tonë do kenë mundësinë që të zhvillohen dhe të zhvillojnë pasionet e tyre në pa u ballafaquar me problematikat të cilat jemi ballafaquar ne. Institucionet janë aty dhe shpresojmë që këta të rritin dhe të zhvillojnë. Të faleminderit edhe një herë për kohën dhe për konsideratën që e patën ndaj këtij emisioni. Faleminderit edhe ju për ftesën, uroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Edhe të flitet sa më shumë rreth artit, se vërtet arti është shpirti i popullit. Shumë faleminderit. Të dashur shikues të podcastit Muhabet e Kulture, deri në takimin e radhës, mirupafshim.